Se për studentin, gjeneratat e reja kanë shumë përparësi, sepse mendoj që është reformu sistemi arsimor, nuk është si ka qenë përpara. Ne me studentët jemi shumë atë afërt, shumë atë qas keq, por shpesh herë shumë i marketing jo të mirë. Shofi marketing, duhet dallu marketingu jo i mirë. Sot podcastin për dallim për herëve tjera nuk jemi të realizu në studio, por në ambientet e Herta Kids. Unë djalin e kom marrë me veti, e kom dërgu këtu te Lodrat, kështu që është një mundësi shumë e mirë për ju që jeni familjar, doni me bo blerje në Herta Kids për veshmbathje, për fëmijë tritur apo aksesor për shtëpi, mundeni me ardhë pa e pas shqetësimin se ku me ilon fëmijët, vetëm i dërgoni këtu te Lodrat dhe ju vazhdoni me blerjet apo me qëndrimin në restorant. Unë siç i njoftova shikust e kemi doktoreshën Raimonda Halili, stomatologe. Mirë se erdhe, doktoreshe. Si ju gjeta vlera në një ambient të këndshëm veror, është pratësi me qenë këtu me juve. Po, realisht, jo vetëm për ty, po dhe për mua është pak ma ndryshe dhe ma me dëshirë një farforme për me dalë për ati ambientit zakonshëm të studios. Doktoresh na paraprakisht bisedum, dhe me thonë për rrugtimin e juj, jo shumë të shkurt, se na e dim që mjekësia është një rrugtim i gjatë, por njëkohësisht përveç studimeve ju keni specializu, njëkohësisht edhe keni kryer dhe doktoraturën, po për këto kisha dashur me fillu paraprakisht që mandi me vazhdu te puna që ju sot e bëni në ordinancën e juaj në përditshmëri. A mundesh me na tregu çush keni vendos për me u bë stomatologa? Ka qenë dëshirë e juaja apo stimulim i familjes? Çush ndodh shumë shpesh te na? Si çdo herë, vlera unë rriti prej një familje mjekësh, dy prindërit, edhe kur rritesh në një frymë të tillë, kur rritesh në një ambient ku çdo herë diskutimet janë për pacientët, për sfidat, për sukseset e punës, padyshim që ajo dëshira për mjekësi është e pashmangshme. Do të thonë qysh e vogël e kam ditë që do ta studioj mjekësinë, ose stomatologjinë ose mjekësinë e përgjithshme dhonë edhe motra së bashku. Tu e di që e merr një frymë prej nanës, e cila vazhdon me gjenerata. Mendoj që edhe unë të fëmijët e mi për cilët njëjtin emocion për profesionin, edhe prandaj me fillim kemi zgjedhur në mjekësi. Nuk di çka kisha punu tjetër nëse s'kisha qenë stomatologe. Gjithmonë ka qenë, domethënë, e njëjta dëshirë, nuk ka ndryshuar Gjithmonë, mendoj që kam prit me arrit atë pikun ku unë duhet të jem, atë suksesin ku unë duhet të jem, edhe mandej ta zhvilloj profesionin e stomatologët. Duke ditë që ju keni 10 vite më shumë përvoj pune në profesionin e juaj, mëj me paramendu që koha kur ju keni fillu studimet nuk ka qenë si studentët sot, se realisht edhe jemi në kohën e maturantave që jemi veç në vendimet e veta se çka me marë, po ka qenë mjekësia gjithmonë një sfidë, jo shumë e lehtë, për shkak ndoshta plan programit, mentalitetit. Çush ka qenë për ju? Edhe unë kam kalu atë periudhën e vështirë të mësimit, do të thonë si krejt studentat e gjeneratës time dhe gjeneratat e afërta me neve, sfidë shumë e madhe, punë shumë e madhe, kohë e gjatë e leximit, mandej ballafaqimi edhe me çaste nganjëherë edhe jo të mira, nganjëherë të mira, ose nganjëherë demotivuese për studentin. Gjeneratat e reja kanë shumë përparësi, sepse mendoj që është reformu sistemi arsimor, nuk është si ka qenë përpara. Ne me studentët jemi shumë atë afërt, shumë atë qastëm, jemi shumë ma motivues, e ndajmë çështje mësimore prej çështjes personale, i motivojmë, i shtym të ecim përpara, i shtym të bëjnë publikime shkencore, i shtym të jenë të qasshëm me pacientin, ju japim kurajo të vazhdojnë matutje, sepse sidomos kur studentët na vinë në pjesën e klinikës në stomatologji, qasja e parë me pacientin për ta është shumë stresuese, është shumë e frikë, sepse ke përballë një njeri i cili kërkon një sukses të punës, kërkon një punë pa dhimbje, duhet me qenë i pjekur, i ditur në gjitha aspektet për me mbrime e përfundu një pacient. Prandaj në këtë rast e mendoj që çësia e asistentit ose profesorit është tepër e rëndësishme në mënyrë që studenti me e një atë afërsinë, me e një përkrahjen morale që e ka, edhe me qenë me ja letu rrugën që ai duhet me ecë më tutje, sepse si fillestar na gjithë kemi kaluar, e dim që fillimi është sfidë për secilin. Munden me ndodh ato gabimet e vogla tek pacientit, të cilat me kalimin e kohës, me përvojën e punës vinë duke u rregullu, duke u bë punë më e mirë.
Prandaj e shoh shumë të rëndësishme për krahjen edhe motivimin për gjeneratat e reja në lidhje me fakultetin e mjekësisë. Mos harrojmë se studentat e mjekësisë gjithmonë besin më të ndonë ose më të shtyn ana, shkoni se ju keni më mësu, s'keni kohë për gjëra tjera. Prandaj ne do t'ja krijojmë atë ambientin e afërt edhe të mirë edhe të këndshëm që pjesën e ditës ku ata veç e kalojnë nëpër biblioteka, nëpër ambientet e ndryshme të universitetit, ta kenë ngrohtë. Po më vjen shumë mirë me dëgju prej një profesoreshës e cila mirret në përditshmëri me studenta, domethënë që kanë këtë qasje për shkak se çu thash edhe më herët jemi mësuar që mjekësia gjithmonë më qenë vetëm të distancuar për shkak të mësimeve, por njëkohësisht edhe qasja kur është stresuese edhe dinamika brenda ligjëratës ose ushtrimeve që ju i keni me qenë, domethënë e një niveli që të krijon stres ekstra, kështu që është shumë mirë me dëgju që ofroni që të komoditet. Është shumë e rëndësishme, unë punoj individualisht me tipat e ndryshme të studentëve, sepse dikush ka nevojë për përkrahje shtesë, për motivim shtesë, për ngritjen e atyre mekanizmave të vetbesimit të tij personal, i cili ndoshta nuk i ka krijuar gjatë jetës, por që në raport me pacientin i duhen, sepse para pacientit duhet me qenë i kompletun, i saktë në diagnozën e punës, i saktë në punën që e bën, prandaj është shumë e rëndësishme pas atë vetbesimin dhe vetvlerësimin për me pas sukses më tutje në punën e tij. Ju mandej specializimi ju pas përfundimit studimeve, specializimi ju është për? Është për protetikë stomatologjike, është njëra prej lëmive e cila e përfshin pjesën e estetikës dentare, ku na punojmë me veneers, ndoshta i keni ndëgjuar, është shumë e përhapur kjo buzëqeshja që sot magjike që kërkohet nga çdo kush, me ura dentare, me kurora, e cila përfshin një estetikë të jashtëzakonshme të dhëmbëve, një ndryshim në krejt fytyrën, një ndryshim në buzëqeshjen në përgjithësi, mirë po që është shumë e rëndësishme me u kërku specialisti i protetikës, sepse ne si specialistat protetikës e bëjmë një analizë të detajuar të buzëqeshjes, duke e bërë në korelacion me të gjitha tiparet e fytyrës. Dhe me thonë se cila buzëqeshje cilën unë e krijoj është i përshtatë të tipareve të fytyrës, që nga forma e dhëmbit, që nga ngjyra e dhëmbit, që nga harku i buzëqeshjes, që nga linjat se si vendosen, si radhiten dhëmbët me njëri tjetrin, asnjëherë nuk toleroj që me u kriju një buzëqeshje e cila nuk përshtatet me pacientin. Prandaj është shumë e rëndësishme me kërku specialistin e kësaj fushë në mënyrë që me A ka raste doktoresh kur për shembull njerëzit e kërkojnë këtë buzëqeshjen që e përmendet diçka që nuk përputhet me tiparet e fytyrës që e kanë edhe me ndërhyrë në përzgjedhjen? Ka raste për shembull kur vjen pacienti që ka lëkurën me ngjyrë shumë më të mbëllët, domethënë më të errët, edhe kërkon një ngjyrë shumë të bardhë, që duhet me i tregu sepse duhet me u përshtat pak a shumë me ngjyrën e lëkurës, me ngjyrën e flokëve. Ka raste kur kërkojnë forma të dhëmbëve që nuk i përshtaten fytyrës, por që në bazë të analizës digjitale që ne e bëjmë si mjek dhe në bazë të, domethënë secili pacient para se me vendos një urë ose një kuror, ne e vendosim një punim para prak, që me po a i përshtatët gjitha tipareve fytyrës dhe mandej vazhdoj me dorëzimin e punimit definitiv. Unë këtu kam bo shumë punë, dhe me thonë kam bo shumë mund, kam e kriju atë punën time së bashku me teknikën e cila është shumë specifike dhe e cila është tejet estetike. Sepse në estetik, nëse nuk e bëjmë matë mirën, atëherë s'duhet ta prekim fare. Nëse nuk e krijojmë matë mirën tonë, s'do ta prekim. Estetika realisht bëhet për çef, nuk është diçka që shpesh herë të thonë vinë edhe rastet kur kanë me bë përmirësime të vogla, prandaj këto raste ose duhet ta bëjmë matë mirën ose nuk do të punojmë fare. Insistoj në ordinancën time në Ferizaj, insistoj me punu me teknikat më të mirë, sepse kjo është punë që bëhet bashkëpunim me teknikun, në mënyrë që neve me na arrit një veneers ose një urë të jetë estetike edhe që ka një gjatësi të madhe. A ka shumë kërkesa se sot kjo pjesa e fasetave, që i përmendëm edhe para ma herët gjatë kohës kur na pim kafe bashkë, është shumë sot e përmendun edhe e kërkune nëse nuk gaboj,
që i bjen është në veshje? Pasita është një veshje e cila vendoset mbi sipërfaqen e dhëmbëve dhe i ka 3 mundësi në realitet. Mund të bëhet pa gryrje fare, mund të bëhet me gryrje të një sipërfaqe të lehtë të dhëmbit dhe në disa raste mund të bëhet me një gryrje selektive ashtu vetëm në vendet ku neve na duhet për me e rregullu harkun e dhëmbëve. Prandaj është shumë e rëndësishme pacienti me pas këtë informat, sepse nuk e dinë, gjithë vinë me bën një gryrje kështu shumë të madhe dhe me vendos. Të gjeneratat e reja gjithmonë punoj pa gryrje ose me një gryrje minimale, unë kom kthy buzëqeshjen te shumë gjenerata të reja, tu e rujt strukturën e dhëmbit komplet vitale, sepse i ka dhe ato pasojat e veta gryrja e madhe. Mandej edhe për ura, nëse është e nevojshme, e kryjmë vetëm njërin dhëmb, pjesën tjetër e vazhdojmë e kombinojmë me vinirës ose me paseta dentare, në mënyrë që sa ma shumë strukturë e dhëmbit të kërkohet. Gjeneratat e reja bisedojna pak ma gjatë, e informojna a duhet, apo s'duhet, a duhet vinirës, a duhet kuror, do të thënë informacionin e shoh si pikën më të rëndësishme të mundshme në pjesën e estetikës dentare. Më vjen keq, por shpesh herë shumë i marketing jo të mirë. Shohim marketing, duhet të dallu marketingu jo i mirë prej marketingu të dur, sepse ka raste kur kërkimi i informatës te personat e specializuar, te personat e kualifikuar, sepse jo pa më dyshë ne kualifikohemi për fusha të caktuara. Kur je profesionist dentar, atëherë bën punën tënde mirë dhe si duhet. Prandaj unë është çështje estetike veç për mu dok bukur, po është çështje edhe kam pa raste shumë ta ku kanë kërkuar estetik, po e kanë marrë hala ma keq, do të thonë ura ose kurora hala ma keq se sa që duhet me qenë njëri që ke studiu për çatë çështje, e specializu për çatë pikë. Padyshim. Unë kam kry edhe trajnime jashtë vendit edhe gjatë specializimit, do të thonë jemi të specifikuar për punën tonë të saktuar. Ne në ordinancë në Radent në Ferizaj jemi një ekip e punës, po se cili është i specifikun në fushën e vetë përkatëse dhe se cili e banë më të mirën e mundshme në fushën për të cilin është i specializuar. Qëllimin e krejt kësaj është që pacienti me dalë i kënaqur, me qenë me undi mirë për ato që i cilën ai ka ardhur, sepse është një investim, janë gjëra që kushtojnë, po edhe mos të kishin investime është çështje e shëndetit, e cila është shumë e rëndësishme për pacientin. Doktoresh, më bëni përshtypje, edhe më thonë se ti e përmende pjesën e gryrjes, e procedurave që shkojnë. Mirë, po na para se me fillu podcastin, na patëm rastin e pate pacienta këtu, do që veç pate nevoj mu konsultu me ju. Mirë, po më bëni shumë përshtypje një moment kur dikujt i tha, jo nuk ki nevoj për kur fa ndërhyrje, je shumë mirë. E di se zakonisht na jemi mësu me thonë, me i po ato andë kur njerës tentojnë për përfitime financiare, do të me marë pacienta ose edhe pa nevoj. A është sfiduse kjo për ju? Është sfiduse, mirë po në karierën time unë kur nuk bëj diçka për përfitime ekonomike e cila nuk është e duhura. Ne e kemi një betem kur e përfundojmë atë fakultetin e mjekësisë, që gjithçka është së pari është shëndeti, mandej vinë gjitha anët e tjera. Nëse është e duhura të intervenojmë, atëherë do të intervenojmë. Por nëse jo, si ka qenë rasti paraprak i asaj vajzës, atëherë dhëmbët janë të shëndosh, ngjyra është e mirë, forma është e duhur, s'kemi çka. Kthehem për pak, vazhdojmë me një blok marketingu.
Çka po mendon doktoreshi i nxit sot të rinjët, se ma herët jemi mësuar që gjithmonë me dhëmbët, domethënë këtë rregullimin tërësor është fjala, domethënë me bë njerëzit që janë më në moshë. Ndërsa tash këto facetat, pjesa estetike, për çfarë moshe fillon kryesisht? Pjesa estetike fillon mbi moshën 18 vjeçare. Mbi moshën 18 vjeçare, në rastet kur nuk na pëlqen ngjyra e dhëmbëve, e cila kemi disa ngjyrime që janë thellë në strukturën e dhëmbëve dhe nuk mundemi ndryshe me i largu. Forma jo e duhur, kemi nxjerrje të dhëmbëve, kemi prishje të dhëmbëve. Në këtë rast atëherë punoj me faceta ose me ura ose me kurora. Sot në tregun tonë janë 2 materiale, të cilat unë shoh që pacientat shpeshherë nuk dinë cilat i zgjedhin. E kemi zirkonin edhe disilikat litiumin ose E-Max, janë 2 materialet bazike, të cilët shpeshherë pacientët ashtu në një farë forme i hamendin cilin ta zgjidhin, cili është më i mirë, por që unë mendoj që zirkoni është në rastet kur kërkohet pak forcë më e madhe gjatë përtypjes, sepse është më i qëndrueshëm, ndërsa E-Max është vetëm për rastet estetike, është një material më pak i qëndrueshëm në forcat të thyrjes, por estetik është i jashtëzakonisht shumë. Prandaj ky është rasti kur na e ndajmë cilin prej materialeve ta përdorim, sepse më shkruajnë shumë pacientë, më pyesin cili është materiali dur ose çka duhet zgjedhim, domethënë cilën ose urë ose kuror, çfarë punimi duhet ta zgjedhim. Gjatë punës juaj të përditshme, cila grup mosh konsideroni ose e keni vrejtë që është më interesuar për këtë pjesën estetike të gojës? Derisa më herët kemi punuar me moshën e mesme, sot kemi më shumë mosha të reja. Kemi më shumë mosha të reja, cilët vazhdimisht na kërkojnë gjithçka është trendet nëpër Instagram, në rrjetet sociale që shifen. Ndërsa sa i përket moshës shtyne, edhe ata, sepse kur bëjmë nxjerrje dhëmbëve, na detyrimisht kemi me i kriju një punim të re, një protezë ose një urë, çfarë do qoftaj, për me rehabilitu pjesën e prishur të gojës. Këto ndërhyrje, pjesë estetike, për moshat e reja, 18 plus 20, 25, 30, a mundet me qenë të dëmshme në ndonjë formë anësore për pjesën shëndetjen e gojës? Jo, nuk isha thënë që janë të dëmshme, përveç kur bëjmë ngryrje shumë të mëdha, nëse nuk kemi nevojë. Por ndryshe, këto janë punime shumë biokompatibile, shumë të përshtatshme me indet e organizmit. Janë të testuara, të cilat, nuk kanë asnjë efekt negativ në indet e gojës ose në organizmin e përgjithësi. Sot janë punime të avancuara edhe nga ana e teknikës, si punime estetike. Po muj me paramendu me siguri që ka njerëz si vinë me foton e dikujt edhe kërkojnë që me mi bë dhomë si ky ose ai. Po thuj se të gjithë përmes Instagramit ose përmes gjanave të tilla, po në ordinancën time e bëjmë një analizë digitale me video ose me foto, edhe aty skenohet buzëqeshja e një pacienti, ku ai ka çësje me e pa një herë, me e bë një provë se si duket, e mandej me vazhdu punimin. Sado që mundohemi me i gjasu fotografisë, prap mbetet diçka e natyrshme e pacientit. Kam pa shumë këngëtar, kam pa shumë fytyra publike, të cilët nuk i kanë vinirsat ose kurorat të punuara mirë, sepse një pacient kur buzëqesh nuk duhet me u duk vetëm pjesa e dhëmbëve, nëse duket ashtu reflekton diçka jo të natyrshme. Na vinë shumë pacient me fotografi të ndryshme prej rrjeteve sociale, por që gjithmonë e bëjmë një analizë digjitale edhe i përshtatim konturët me vijat e fytyrës, me linjat e përgjithësi të pacientit për me e bë një punim specifik për pacientin e caktuar. Ma herët kur bisedum, doktoresh, më bëni përshtypje kur tha shoh figura publike të cilët nuk i kanë dhëmbët në proporcion, më thonë me qatë estetiken që duhet me qenë. Edhe po më tingëllon interesant se po muj me imaginu me sa detaje i shikoni pjesën e gojës një, dhe më thonë, është e vërtet. Dhëmbët të cilët ne i vendosim nuk duhet që në buzëqeshjen e parë të duket vetëm pjesa e dhëmbëve. Gjithçka duhet të jetë koherente me pamjen e fytyrës. Do të ju të kemi ashtu një qasje të bardhë me një formë jo të mirë. Unë shoh shumë shpesh forma jo të duhura, ngjyrë jo të duhur, sepse secili dhëmb e ka një ngjyrë që është opake, ka pjesa e qafës dhe pjesa e mesme, ndërsa pjesa e teheve incizale, pra kjo pjesa e poshtme, është transparente. Duhet ta bëj atë kalimin e dritës. Nëse kjo
transparencë mungon, atëherë estetikisht duket shumë dobët. Protetika munduhet ta kopjoj natyralen, ta kopjoj dhëmbin si duket natyral. Do të thonë, krejt sfidat i bëjmë me e ngjasu me dhëmbin natyral. Përveç se ndryshojmë pak ngjyrën që për sot e bëjmë pak më të hapur. Po gjithçysh sfida është me u duk sa më natyrshëm, sa më mirë. Forma, sepse kur se ke profesion është pak vështirë, po nëse i humbim ato harqet edhe këndet që të letë neve na i ka kriju natyra, atëherë duket shumë rëndë për syrin, dhe më thënë është shumë jo estetike. Gjithmonë, shife Vlera, në përmet rrjeteve të mia sociale, Instagramit tim që është Raimonda Halili, unë ofroj shumë këshilla, shumë konsultime të cilat janë pa pagesë, dhe më thënë pacientët ma dërgojnë një fotot të tyren, dhe mandej unë i këshillaj a do të vazhdoj me gryrja, a jemi për pasita. Do thot një konsult paraprake munden me bo... Sepse po më shkruajnë shumë edhe prej jashtë Ferizajt, më shkruajnë nga Prishtina, kom pacient nga Shkupi, kom pas pacient nga Tirana, kom pacient prej jashtë, ju e dini që gjysma po diaspora, pacient të huaj, dhe ata për me vendos, mandej mi bo planet për me ardhë, ne konsultohemi përmes rrjeteve sociale, cila është metoda ma e duhur, edhe çfarë do të punojmë, çfarë është e përshtatshme për atë pacient, edhe krejt këto këshillime, dhe më thonë jam pa pagesë, është thjesht me u koordinu me pacientin, ose ka raste që më ka pyet pacienti se do të filloj dikun tjetër, po ti si specialista, a mundesh me ma jap mendimin e duhur, a është ngjyra e përshtatshme, ka një herë është edhe e sikletshme kur e shet që është të shku drejt rrugës gabune, për me ndalë në një farë forma, sepse me vërtet shohim gabime në tregun tonë, është keq të them, por ka raste kur ka punime jo të mira. Ka raste kur ka punime të mira. Më falë Vlerë se po ndërprej. Unë nuk përzihem në profesionet e tjera, prandaj kërkoj edhe hapësirën time në specializimin. Këtë profesionet në Kosovë e kanë këtë problem, do më thonë se cili të kërku mos u përzim punën që... Mos u përzini, sepse se cili nuk përzihem në kirurgji, nuk përzihem në pjeset e tjera, po kërkoj edhe hapësirën time. Unë veç se isha duke të dasht me dalë të pjesa e bashkëshortit tuaj që e di që është kirurg i stomatologjisë, po veç se e përmendet, qysh është, dhe më thonë, me qenë dëtë një profesion edhe me punu bashk? është ma shumë ma mirë, apo është ma sfidë? Atëherë, Albani, bashkëshorti, është një kirurg maksilofacial, ne i kemi ashtot i kemi bërë në një farë plani që prej pjesës kirurgjisë, mandej me kalu të pjesa e protetikës, sepse ata që nxjerrin duhet edhe me i vendosë, kena një bashkëpunim, pa tjetër që i kemi kufit edhe aty, se cili në pjesën e vetë. Për mu ka qenë përkroje shumë e madhe Vlera, sepse kemi ndodhë gjithë shka bashkë, jemi rritë bashkë, kemi studiu bashkë, mandej edhe kemi ordinancën bashkë, jemi si shtylla njëri tjetrit, shtylla mbështetëse, se ndonjëherë ndëgjoj atë që thotë kur nuk je në ordinancë, edhe se ndoshta nuk më duhesh, por nuk jam rahat, vetëm kur e di që nuk je prezente. Do të thonë është ajo mbështetja psikologjike që ja japim njëri tjetrit, mandej i diskutojmë rastet për komplikimet, për mu ka qenë edhe është krahu jemi gjatë i punës, sinqerisht, nuk e di si e kisha bë pa të bashkë. Ka qenë çështje fati, por tash jemi bashkëpunëtor shumë të mirë. Po shumë mirë realisht se shumë njerëz tentojnë me u distancu sa i përket pjesës punës, të paktën atë konsiderojnë që nështë edhe një punë ekstra bashkë përveç shtëpisë, që normal jeta të lidh, e konsiderojnë si sfidë edhe me punu bashkë, kështu që është shumë mirë. Si natyrë, edhe kur kemi qenë në studime, nuk është se kemi pengu njëri tjetrit për rrethin e së shoqërinë e vetë. Ka ndodhur që brenda pauzave, ai ka shku me shoqërinë e vetë dhe unë me shoqërinë time. Do të thonë nuk jemi natyrë imponuese të mos të azejmë frymën ashtu njëri tjetrit, të mos e lëmë të deportoj. Jemi shumë për krahës. Mundemi edhe gjatë orarit ai me vazhdu punën e vetë, pa presion, rrjedh natyrshëm lidhja, po kupton ajo çësia ndërmjet vete që e kemi. Edhe që ajo na ka mbajt kështu, sepse gjonat kur kalojnë në presion nuk janë të mira. Po qëtë raport të shëndetshëm, se që ashtu mu po më asocion me qeni shëndetshëm, a keni qenë vetë tipa kështu, apo e keni ndërtu gjatë? Jo, mendoj që jemi natyre qetë, edhe ajo është shumë natyre qetë, edhe pse profesioni kirurgut kështu duket se është ma i vështirë, po shumë i qetë, edhe përbes Vlera Albani është edhe me pacienta është shumë natyre qetë. Dhe me thonë, edhe pse vinë pacientat atje për një implant, ose për një nxjerrje të vështirë, gjithë dalin butëqishun, të kënaqur, pa frikë, është shumë
natyrë e qetë si personazh. Nuk jemi asnjëri shumë ndoshta edhe puna vlera, sepse vetë mjekësia kërkon t'i afroj pacientët. Ju e dini që sa herë keni shku, e keni një ndjenjë frike. Edhe unë vetë kur ulëm karrikë stomatologjike është një ndjenjë e frikës. Sinqerisht nuk largohet. Prandaj afërsia, biseda, çështjet e tilla ne nifemi si ordinatë, do të thonë kur kemi çështjen shumë të butë. Krejt ekipa e punës janë shumë të sjellshëm në raport me pacientin. A ka raste doktoresh kur për shembull frikën e përmendet që këto e njohim të gjithë? Do të thonë, për të sa e ndjeni edhe ju është, do të thonë për ne tjerë s'po flas. Po a ka raste për shembull kur vjen dikush edhe çohet prej karrikës dhe thotë jo sot ta anuloj terminin se s'po rri po iki. Ka raste, sinqerisht ka raste. Ata i kanë kryer gjitha shërbimet, i marrin gjitha shërbimet, po në çastin e parë vinë t'u tregu përvoja jo të mira. Shihet sepse këto përvoja mirën qysh herët, qysh prej fëminisë. Prandaj te na kur vinë fëmijët është kujdesi më i madh i mundshëm. Është doktoresha aty e cila mirët kohë gjatë me bisedu, me diskutu, sepse janë trauma të cilat mandej përcillen. Thotë, një herë kam pas një përvojë shumë të keqe, edhe mendon që prap ajo ka më rikthyer ose ka më përsërit. Është shumë e rëndësishme për shembull atje në radent, unë gjithmonë i thon pacientit, kur t'ulesh karrikë, nëse ti po mendon që nuk je rahat për momentin, e shtyna pak procedurën. Nëse ti më mjofton që ki dhimbje, unë me njëherë do të ndalem. Unë nuk vazhdoj në momentin që pacienti thot tu aplikua anestezionin kom pak dhimbje. Unë e la pak me fillu anestetiku, mandej e vazhdoj pjesën tjetër. Do të thonë pacientin ka në kontroll mu. Sepse nuk duhet ata u traumatizaj. Për këtë, doktoresh po konsideroj që jo vetëm që është përgjithësi se okej, ordinanca do të thotë mirët me pacientin, po njëkohësisht po mendoj që përderisa përmendet fëmijërinë, edhe që aty fillon ai edukimi i shëndetit oral një farë forme, edhe menaxhimi i asoj frikës që secili e përjeton, po besoj që është përgjegjësi e prindit, për shkak se ai duhet me ditë nesi na e informojmë edhe prindin, më thënë sepse vizita për herën e parë e fëmisë në ordinancën tonë është vetëm vizitë. Do të thonë s'kemi me krye asnjë intervenim. Edhe gjatë asaj bisede i informojmë prindin se çka ka me punu te shtëpia. Do të thonë se prindi ka thënë fëmisë që kjo është hera ku kemi shku vetëm vizitë, çashtu ka menduar. Do të thonë nuk guxon me ndryshu fjalitë e veta. Po herën tjetër në vizitën e ardhshme ai ka me bind që ka me krye një intervenim. Edhe fëmia do të marrë përgatitur. Nëse na fëmis i themi që s'ki me pas dhimbje, nuk duhet me pas dhimbje. Nëse i themi që ki me pas pak dhimbje, nënkupton që po ai vjen i përgatitur. Ka pas raste që fëmia prej derës ka filluar me vrapu me u largu, mbas një 15 ditë prindi çdo ditë e ka pru për 15 ditë rrota, pas 15 ditë ai e ka kryer intervenimin. Por neve natyrisht është pak e kushtueshme dhe është mundim, por traumë ta i fëmis kemi shkaktuar. Tu nis prej fëmijëve të që jam shumë e ndihshme në pjesën e fëmijëve, i kemi ashtu atë pjesën e ëmbël të ordinancës, cilën i ruajmë me shumë kënaqësi. Po fëmijët e juaj a i stimuloni apo jeni tu i lënë të lirë? Vajza është pak më e madhe, mendoj që do të shkon mjekësi, sepse shoh që e ka dëshirë, e ka pasion. Djalja ende është më i vogël, është më i pa përcaktuar, natyrisht ata mund të zgjidhin vetë. Është hende herët që të vendosin të dytë, me dëshirën time po, pse jo? Sepse e ka një bazë të cilën është më lehtë me vazhdu, po nëse ata vendosin për drejtime tjera, është e drejta atyre me zgjedh çfarë do ata. Po normalisht që kur prindi është një profesion dhe fëmia vazhdon është një rrugë shtrune. Mendoj që fëmia e sheh çka transmeton prindi, në çfarë periudha kalon prindi, edhe mandej atu reflektojnë, do ta ketë par baze a mundet apo s'mundet. Sepse është dëshirë, është pasion. Unë kur e kam zgjedh protetikën e kam marrë me shumë qejf, me shumë dëshirë. Për shembull, muj me nejt 3 orë, 4 orë me të njëjtin pacient. Nuk e ndjej si lodhje, nuk e ndjej presion, është kënaqësi. Prandaj kjo e ndon atë pasionin prej zgjedhjes me detyrem të profesionit. E përmenda edhe më herët që tash maturantat, domethënë në atë periudhën kur janë tu vendos për studimet e veta, edhe pse ndoshta veç se është periudhë kur duhet me qenë të vendosur, por prapë gjithmonë ekzistojnë ato dilemat edhe ndryshimet në momentin e fundit ndonjëherë. Çfarë specifika ose çka duhet me pas një student i ardhshëm i stomatologjisë, a duhemi se ndonjëherë dhe prindërit dinë me qenë insistues të pjesa një drejtimi të caktuar, edhe nëse vetë nuk janë, do thotë, po veç se e kanë pas ëndër me u bë vetë, ndoshta nuk e kanë realizuar dhe mandej automatikisht ato
ëndrat e pa realizuara prindërore automatikisht i kanalizojmë te fëmijët. A është e drejtë me ju ndjek dëshirat e prindërve apo shoh shumë edhe tek studentët, e një pjesë e studentave, të cilët reflektojnë ata që kanë ardhur për hatrin e prindit, sinqerisht. Ndje kaq shihen. Shihen në mënyrën se si ndëgjojnë, shihen sa kanë entuziastëm, sa e kanë atë dëshirën, atë euforim për punë. Domethënë, edhe më një herë i pyes, atë ka pru prindi apo e ke pas dëshirë vetë, sepse qarta si reflekton, apo kupton. Mendoj që gabimin më të madh të jetës e bën prindi nëse e detyron fëmin të shkojnë në një profesion. E sidomos mjekësia që është një profesion kaq delikat për punën, që është profesion pak i rëndë, është me stres, dhe nëse fëmia nuk e don, nuk e bën me dëshirë, nuk e bën me pasion, mendoj që ka me dëmtu shumë. Ka pas raste ku e kam përfundu, edhe s'kam punu asnjëherë në profesionin e vet. Pa tjetër që prindi është orientues. Pa tjetër, këta nuk me mohaj, prindi është orientues, në secilën sferë të jetës, sepse ka kalu një jetë, është orientues, por duhet të bazohet edhe te natyra e fëmijës. Ka natyrë e fëmijës që nuk e duron pjesën e gjakut, shtymës, nuk e duron qasjen me pacienta, kretu duhet mi marrë në konsiderat, sepse s'mundesh me detyru me zarë me punu. Prandaj, prindi ju kësha thonë, lejni fëmijët le ta ndjekin pasionin e vetë. Ju mund të me ofru 2-3 rrugë, cilat ata i ndjekin, po nëse nuk i dojnë, ose dhe nëse e kanë fillu, është mirë me ndru direktimin edhe me ndjek ëndrrën e vetë. Sepse vetëm ëndra mendoj që përfundohet. E shpesh herë i shoh edhe nëpër tavolina, ku prindërit flasin, po fëmia nuk është në botën e asaj çka prindi flet. Apo kupton, domethënë mos krijojmë ato idetë e tona të mëdha që nuk na përgjigjen me realitetin cilën e kemi. Nuk mendoj që kisha arrit fëmin tem me dëmtu ndoshta, apo kupton dhe që të pikë që me detyru, me shku dikon që nuk pjesën e inteligjencës artificiale sot e dim që është në hov shumë të madh. Mirë, po para se me fillu këtë podcast isha duke mendu, më thonë që secilën sferë pothuajse të jetës është e prek inteligjenca artificiale. Po me aq sot po muj me ditë pjesën e juaj të shëndetit oral, nuk e di që është, domethënë se mundesh me pyet inteligjencën artificiale, nuk je mirë, qa me pi, mundet me t'ja rekomandime ndoshta? Po, të vrej pak të pacientët që vinë për shembull thotë e kam kështu këtë prishje, po kam me ChatGPT, më ka thonë kështu shtore, në ka raste paku, po ju prap nuk e arrin të me thonë atë situatë, ose përdorimi antibiotikave nuk rekomandohet, sepse pa këshillat me mjekun nuk është. Po është profesion ma pak i qasshëm edhe për inteligjencës artificiale, domethënë nuk është shumë zor i zavendësueshëm, pothuajse fare. Është vështirë, përveç pjesës teknikës ku i shfrytëzon ato aparatura digjitale, pjesa me pacientin Pjesa me pacientin është pak ma problematike, pak ma e ndihshme. Po, nuk po du me përfundu edhe pa përmend pjesën e doktoraturës. Domethënë, a është specifike pjesa e çka keni doktoru ju? Pjesa e doktoraturës nuk kam doktoru jashtë vendit, domethënë jashtë Prishtinës, është e njëjta lemi me protetikën stomatologjike, sepse mendoj që kur je në çat specializim duhesh me doktoru të njëjtin vend, sepse e keni temë, e keni çështje që ti përcaktohesh edhe ajo do të më qenë profesionit tënd. Është pjesë shumë e këndshme e jetës time, nuk e kam prit që ka kaq të mira dhe kaq benefite, sinqerisht, sepse mora si ngarkesë shtesë kur e fillova, mirë po ka shku qaq marë dhe qaq mirë, sta që për 3 vite kam përfunduar vetë se kam pritë, shumë ka qenë pjesë e dashur në jetës. Janë ato punimet shkencore cilat i bajnë, mandej është pjesa e hulumtimeve shkencore, cilat janë shumë të lezetshme dhe shumë të këndshme. Mu si personazh, domethënë si personalitet ka kompletu shumë. Pjesa e doktoratës, pjesa e mësimdhënies me pacienta, sot jam ma e hapur, ma e qashme, sepse klinika pak të mbyll ashtu në vete, je brenda një ambienti. Ndërsa kjo i ka benefitet e veta, po thonë, është shumë e këndshme për mua që e kam zgjedhur me doktoru. Nuk e kam ditë se ka kaq shumë benefite. Për fund, na si shoqëri, a konsideroni që jemi mjaftueshëm të kujdesshëm për shëndetin ton oral ose për dhëmbët në përgjithësi? Gjithmonë ka vend për përmirësime, sinqerisht, gjithmonë ka vend për përmirësime. Nganjëherë i shohim disa persona ose pacientë të cilët duken shumë bukur jashtë, por gjendja orale reflekton diçka tjetër. Mendoj që këshillat për shëndetin oral në shkolla duhet me qenë
hala ma shumë, sepse kjo fillon prej fëminisë, higjiena orale, do në çdo herë kemi vend për përmirësime, sigurimet shëndetësore vlerë, sepse edhe kjo e ka pak a shumë atë problematikën e vet. Vrihen pacientët e jashtit me higjienë shumë të mirë, me rregullime, me ato karieset e vogla, me njerë shpejt vini rregullojnë, ka vend për përmirësime ende. Do të thonë duhet ende punë për me arrit një nivel tjetër. Doktoresh, unë të falenderoj shumë për kohën që e ke nda sot me qenë me ne dhe shpresoj shumë që krejt ata që na kanë dëgju, dhe më thonë kanë me përfitu, edhe sa i përket pjesës estetikës dëmbe, por njëkohësisht edhe këtu në cilët janë në rrugën për me vendosë për studimet e veta. Faleminderit shumë Vlera, shumë knaqësi, unë gjithmonë jam e hapur për pacientët, qoftë përmes numrit telefonit, qoftë përmes rrjeteve sociale, sa herë që ata kanë nevojë për një këshill, për me vendosë çfarë trajtimi kanë me marrë, kur do qoftë unë jam e hapur për ta. Shumë knaqësi për mua në një ambient të tillë sot me kalu ditën. Faleminderit për këtë. Faleminderit. Mirupafshim në episodin e radhës.